Ja si të zgjidhim çdo problem përmes 3 hapave metafizik duke përdorur fuqinë e mendjes. Por si fillim bëje save këtë video sepse do të duhet. Dhe fillojmë. Hapi numër 1. Do të përdorim ligjin e supozimit. Në bazë të këtij parimi universal, do të ushqejmë pafundësisht bindje në mendje që çdo gjë që ndodh për ne për më të mirën tonë, sepse më së shumti bekimet vinë në jetën tonë në formën e problemeve. Ne i konsiderojmë si probleme duke mos e ditur pikturën e madhe. Për shembull, mund të të prishet makina, dhe kjo për ty në moment mund të si një problem shumë i madh, por nga kjo situatë ti mund të biesh në kontakt me një person me cilin të bashkëpunosh për një super biznes, apo nga ky event mund të njohësh dashurinë e jetës, apo pikërisht ky event do të shpëtojë nga një aksident që mund të ndodhte pak më vonë. Ndaj në çdo sfidë pyet veten, çfarë bekimi po marr nga kjo, apo nga se po mbrohem. Pra shkurt, trajnoje mendjen tënde që pavarësisht se çfarë po ndodh, pavarësisht se sa i madh ndihet problemi, thuaj vetes tënde, krijo dhe thello bindjen. Çdo gjë që po ndodh për më të mirën time të lartë të mundshme. Hapi 2. Do të komandojmë subkonsciencën. Do të përdorim fuqinë e trurit. Subkonscienca ka 95% fuqi mbi mendjen tonë konsciente. Ajo ndërton realitetin që ne kemi. Dhe ekziston ky mekanizëm në tru, i cili quhet sistemi retikular, i cili funksionon si filtrat e rrjeteve sociale. Ky sistem filtron se cilat informacione do lejohen të hyjnë në mendje. Ndaj, ne do të komandojmë që ky sistem të filtrojë dhe të paraqes në for you page, pra të na sjellë ne përpara zgjidhjet. Ndaj, literalisht ne do të komandojmë subkonsciencën. Subkonsciencë më trego zgjedhjen e duhur për këtë gjë në kohën e duhur. Dhe 3. Lësho kontrollin. Thjesht lësho kontrollin. Aty ku ne çojmë vëmendjen, fokusin, energjinë, ajo gjë do të ushqehet, ajo gjë do të zmadhohet. Ndaj, largojmë në mënyrë konsciente çdo mendim nga problemi, nga sfida, dhe qëndrojmë të hapur dhe në mirënjohje që tashmë ai problem është zgjidhur dhe nuk ka nevojë që ti ta dish si do të zgjidhet. Ajo do të vite këty në mënyrën më të mirë dhe pikërisht atë kur ti të lëshosh kontrollin. Ndaj, lësho kontrollin.